Duket një vit suksesi ky I sivjetshmi për hostelin e qendrës rinore Arka në Shkodër. Turistëve të huaj për metropolin verior prej kohësh I është shtuar ky komponent dhe me sa duket për vizitorët qoftë tranzit apo dhe ata javor, kjo metodë akomodimi është I parapëlqyer. Përgjegjësi I hostelit pranë kësaj qendre shprehet se sezoni aktual veror ka pasur turist nga vendet e Europës perëndimore, ndryshe nga sa jemi mësuar vitet e kaluara, ku në Shkodër shumica e tyre vinin nga vendet e lindjes. Numri ka qenë I kënaqshëm, turistët ka qenë I kënaqshëm, ka pas një larmi turistash, nuk ka qenë specifikuar nëse këtij sezoni ka pasur një larmi turistash që ishin gjerman, italian, polak, francez, nuk ka pas nga gjitha llojet. Pikat kryesore të frekuentimit, domethënë pika që ato synojnë, janë Alpet. Itinerari më I ndjekur është Koman, Valbon, Thet dhe kthimi prapë në Shkodër. Hosteli Arka duket më I preferuar në metropolin verior, pasi kjo shihet qartë edhe tek blogjet e njohura si TripAdvisor. Turistat që frekuentojnë hostelet janë pjesa më e madhe janë turista tranzit, sepse vinë për të qëndruar 1 ose 2 ditë. Maksimumi kap nga ato që qëndrojnë më shumë, por pjesa më e madhe janë turista tranzit. Transmetojnë përshtypjet e tyre dhe në këtë lloj mënyre edhe ne kemi atë përfitimin ton. Pjesa më e madhe janë turistë ditor, por është edhe një pjesë tjetër të cilët kanë akoma gjëra për të parë edhe qëndrojnë edhe për një kohë më të gjatë. Domthonë mbesin kënaqur nga shërbimi dhe qëndrojnë për një kohë më të gjatë. Hosteli I qendrës rinore Arka, I instaluar në pjesën më të bukur dhe antike të qytetit në rrugën Gjuadol, ofron disa shërbime për turistët, nga biçikletat me qera e deri te guidat turistike për të huajt që vinë për herë të parë. Hosteli u mundoson atyre lidhjet ose rrugët e transportit sipas interesimeve.